A kam mëkat nëse ja ngjas emrin fëmis që na ka pëlqy mu edhe gruas, por nënës time nuk i pëlqen? Mëkat nuk e ke, si emën, sepse e drejta e emrit është e jotja, pastaj bashortës tënde. Por nuk du të rrim vetëm aty a kam mëkat as se kam mëkat. A di që dhe më thonë nana? Sot një fëmijë jemi me pas që 10 vjetë 15 një emën edhe me thonë nana jeme s'pon pëlqen që këtë emën, unë sot janë rej. Nuk janë sanët veç a është mëkat asa mëkat, por a është respekt asa respekt. Nanat mbi kokat tona, respekt për nanat. Kur nuk kisha me pranu me toleru vetën me thiro filan, oj filane, djalin ose qiken, kur e di që nana s'pa pëlqen atë emën. Gjithmonë, kur ka mundësi për tolerim, nëse nana është armike e islamit, është e urrejnë një emën veç pëse është emën musliman, ajo është mesele tjetër. Por nëse ki alternativë, a mi janë gjitë Hatija Aisha, qikës, a Muhammed Ahmed, a Abdullah Abdurrahman, ban tolerime. Nanën kujdes, respekte e nanën.